Shikues të nderuar, përshëndetje. Mirë se takohemi së bashku nga Kisha Katolike Zemra e Krishtit këtu në Podgoric, ku kemi ardhur që me kamerën tonë të xhirojmë nga afër bekimin e ushqimit me rastin e festës së Pashkëve, gjë e cila është tradicionale dhe praktikohet në këtë kishë, por në gjitha kishat kudo që ndodhen. Neve faktikisht erdhëm në orarin e parë, në orarin e mëngjesit të bekimit të ushqimit, ku disa nga besimtarët katolik sodhen në shportat e tyre për të bekuar ushqimin e tyre të shumëllojshëm, gjë të cilën do keni mundësi edhe në fund të emisionit të shikoni se si bëhet faktikisht ky ritual dhe si duhet sjedhur ushqimi për të bekuar me rastin e festës së Pashkëve, pra të shtunën e Pashkëve, gjë të cilën na sqaron shumë qartazi Domnosh Gjolaj. Natyrisht u njoftoj në fillim që të gjithë së bashku të ndjekim meshën e shenjtë e cila u realizua pikërisht për këtë datë apo këtë ditë të veçantë e cila është shtunja e madhe dhe bekimi i ushqimit. Në emër të Atit, e të Birit, e të Shpirtit Shenjtë. Amen. Shkrimi i Shenjtë na flet se si kanë festuar hebrejt festën e Paskës, si për kujtim të daljes prej robërisë së Egjiptit. Janë bashkuar në gjirin familjar dhe kanë ngrënë qengjin e Paskës. Shpëtimi i popullit të zgjedhur të beslidhjes së vjetër është shenja e veprës shpëtimtare të Krishtit. Sikur ishte qengji shenja e shpëtimit, ashtu është Krishti i krishtizuari dhe i ngjallur prej së vdekuri, shpëtimi për gjithkand, që e përqafon me zemër besnike. Shenja e qengjit të Paskës të beslidhjes së vjetër, por edhe më tepër të qengjit të beslidhjes së re, Krishtit, janë ushqimet e Pashkëve. I bekojmë që t'i sjellin në shtëpitë tona bekimin e Zotit. T'i shijojmë me gëzim, në mirë kuptim dhe falënderim Zotit. E tash, së pari, të dëgjojmë një pjesë të shkrimit shenjtë, fjalën e Zotit. Elia Hamri e piu dhe përseri
Zoti qoftë me ju. Leximi i Ungjillit shenjtë sipas Gjonit. Lumturi të qoftë o Zot. Atëherë Jezusi u tha judejve: për një mend po ju them, nëse nuk e hani trupin e birit të njeriut e nuk e pini gjakun e tij, nuk keni jetë në vetvete. Kush ushqehet me trupin tim dhe pi gjakun tim, ka jetën e pasosur. Unë atë do të ringjall në ditën e fundit, sepse trupi im është ushqimi i vërtet, e gjaku im është pije e vërtet. Kush ushqehet me trupin tim dhe pi gjakun tim, ai mbetet në mua dhe unë në të. Sikur se mua me dërgoi Ati i gjallë dhe unë jetoj për Atin, po ashtu edhe ai që me ha mua do të jetoj për mua. Kjo është buka që zbriti prej qiellit, jo por si ajo që hëngrën etërit e vdiqën. Kush ushqehet me këtë bukë do të jetoj në amshim. Fjala e Zotit. Lavdi o Krisht. Profeti Elia ka udhëtuar në bazë të ushqimit prej Zotit, prej bukës që ka sjellë Engjili, për 40 ditë deri në malin Horeb, dhe kështu arriti cakun e vet. A nuk jemi edhe ne të ngjashëm profetit? Caku ynë është ngjallja dhe Zoti na jep bukën për këtë udhëtim. Na jep bukën e dy fisht, bukën e përditshme për jetën tonë trupore. Këtë bukë në fakt e fitojmë ne me djersën e vet, por jo pa ndërmjetësimin e Zotit. E gjithashtu na jep edhe bukën e shpirtit, bukën për shpirtin tonë, kungimin, që është dhurata e Krishtit të ngjallur. Buka është një siguri që të arrim cakun, por mvaret prej nesh a do të arrim ajo, se nga një herë mund të ndodhë që të harrojmë se cili është caku ynë i vërtet. Dhe kjo është edhe urimi im, që dhe kemi gjithmonë mjaft fuqi. Ndihma jonë është në emër të Zotit, ai që krijoi qiellin e tokën. O Zot, dëgjoj lutjen time e britma ime letëritë e Ti. Të lutemi. O Zot Jezu Krisht, bukë ngjellore, bukë gjallë e jetës së amshuar, dënjohu të bekosh këtë bukë, sikur se bekove 5 bukët në shkretë të tirë, që të gjithë ata që e shijojnë nëpërmjet të saj të fitojnë shëndetin e korpit dhe të shpirtit, Ti që jeton e mbretëron në shekujt e shekujve. Amen. Le Ti ndihmoj, po të lutemi o Zot, hiri i bekimit tënd kësaj kreatyre të vezëve, që besimtarëve të Tu, të cilët Ti marrin dhe të falenderojnë, Ti jenë shujt e shëndosh për hir të ngjallurit të Zotit ton Jezu Krishtit, që me Ty jeton e mbretëron në shekujt e shekujve. Amen. Beko, o Zot, këto fryte të reja, qep, hudra, dhe bëj që të arrin shëndetin e korpit dhe të shpirtit ata që do të ushqehen me to në emër Tënd në për Krishtin Zotin ton. Amen. Beko, Zot, hyj gjithë pushtetshëm të gjitha këto fryte e tjera, që të jenë mjet shërimi për mbar njerëzimin, dhe bën që me thjerrjen e emrit Tënd të shenjtë të fitojnë shëndet për korp dhe mbrojtje për shpirt të gjithë ata që me to do të shujtohen në për Krishtin Zotin ton. Amen.
O Hy gjithpushtetshëm, kur kremtojmë vdekjen dhe ngjalljen e birit tënd, të lutemi. Për kishën barë që të forcohet dhe të përparoj në fe, në Krishtin e ngjallur, të lutemi. Për të gjithë njerëzit vullnet mirë që të zbulojnë Krishtin, shëlbuesin e vet, të lutemi. Për familjet tonë që të jetojnë si pas vullnetit tënd, lën paqe, të lutemi. O Zot, Ti ke kaluar rrugën e kryqit dhe të vujtjes, dhe të vujmë me Ty, të vdesim për mëkatin dhe të ngjallemi për një jetë të re, të lutemi. Për ne që të mbesim besnik dhe të ndjekim Krishtin, të lutemi. Për të vdekurin tënd që në Krishtin t'i gëzojnë pashkt e amshuar, të lutemi. Të themi tash së bashku lutjen e Zotit. Aty ynë, që në qiell, u shenjtëroft emrit, ardh mbretëria jote, u baftu rinsa jote, si në qiell ashtu në tokë, bukën tonë të përditshme, na e jep sot, na i fal fajet tona, si i falim ne fajtorët tanë, e mos në lërë të biem në tundim, por në liron nga i keqi. Veç ndo lejmrime, sonte, mesha e vigjiljes së pashkve është në ora 8 në mbrëmje. Fillojmë jashtë kishet, e nesër mesha në ora 9 në gjuhën kroate, në ora 11 në gjuhën shqipe. Urimet të gjithve këto festat e pashkve, le të na ndihmojnë këto ditë që të mbajmë kryqin të vetëdijshëm se është Jezusi me ne, edhe se një ditë do të ngjallemi edhe ne. Zoti qoftë me ju. Begatin e gëzimeve të pashkve, të mirë kuptimit dhe të dashurisë, ju dhroft Hy gjithpushtetshëm, Ati e Biri e Shpirti Shenjtë. Amen. Shkoni në pace. Faleminderit se keni ardhur. Sigurisht është ndoshta nevojshëm në kohën e sotme të moderne, të cilët I kemi harruar simbolikat e vjetra, se simbolika e vjetër, më e vjetra e pavive, parë edhe kohën e pagane,
ja kanë frytet e para tokës. Dimni, a menosa gjithë ka vdekun, po të fry prej toket, energjit e kanë dhënë frytet e para, i kanë dhënë Zotit. Edhe kështu edhe qifutit e kanë dhënë Zotit, ato frytet, si janë hudrat, qept, po ashtu edhe qingjin, ose ellin, ose prap prej qumëtë që kanë dhënë djathën kështu. Dhe do me thonë tash ne i kemë prej frytet para që i kemë prunë këtu me i bekua, i kemë hudrat edhe kemë qept. Pastaj prej frytet e para të tokës e kemë mishin, qingjin për shembull, edhe djathin. Dhe këtu e kanë prunë djathin, është ai simboli i fryteve. Po ashtu edhe buka. Tash te buka simbolizon shumë gjëra. Rendin e parë buka simbolizon jetën. Sa pa bukë nuk më jetua. Ai mrekullia e parë, në bukë nuk e përpim, po e shijojmë, e ham, ku bëhet ushqen edhe flokët e mi, trupin tim, çdo qeliz ushqet prej buket. Dhe në simboli punës e djerës e gjithë njeriut. Krisht ka dëshirua me në mesin tonë, në mesin njështë në prindet bukës. Buka që shugrohet, që thëmë ekuaristia, mesha, e simbolizon. Këtë që futit ka simbolizë buka, e pa brume, se liria nuk pritet. Duhet me jetë sa ma parë në kam, veshet këtu, e s'ka ko mu brumë buka, po e hanë pa brume. Paka shumë asë simboli i jetës buka. Veç bukës, tash i kemi, i kam prunë këtu fisht, rrallë kush i përdorë, që futit kur ishin në Egjipt, që kanë punua. Kanë punua si sklavë, piramidat e këta. Me banë ljangun, me shtyp me kame, me dorë, edhe të simbolizon atë vujtet që kanë vujt njerëgjit në shkrit atje në Egjipt, me dërtua si sklavë. Edhe simbolizon të abërzia, goditi ljangu që kanë qyrë buken, edhe në këtë buku që kanë qyrë edhe kanë hagër, si simbolizon këtë sklavërin. Pastaj kemi mishin. E mishit e simbolizon njëjtën kohë, të më thonë, njërë unë si tjilë. Por këtu rendin e parë është qingji. Qingji, një vjetë mashkull, dhe një vjetet mashkull, pat meta, edhe që futin janë dash me hagër kretë qingjin, zbashkut, beshën, gjeshën, në që ose në ka familje e vogël, janë bashkuat në i familjes tjetër, që shkuzën kur gjë me tretë, kretë me hagër. Dhe me gjakon e këti qingjit, janë balanik e dyrve, lyme, aty e që dhe vdekjes nuk ka ardhë. I ka kursye ata fëmijët që kanë linë partë mashkuj. Ata tjerë dhe sigurisht kanë shkua, ashtu kush i ka patë filmin dhe të urnimet e Zotit i dim, edhe faraonit i shkon në djali. Pastaj këtë qingjë tash, Jezusin është ai qingjë që lërohet, falas për njerëzimin, për mëkatet e njerëzimit. E si tillë mbetet simbolika e mishit, e qingjit, dhe më thonë, shpëtimit tonë njerëzore. Tash kemi do elementet treja, të cilës nështë të qifutin nuk kanë qenë aq. I kemë vetë, vezat. Vezat simbolizojnë, veja është, historinë e ka shumë gjatë, dhe kohën e pagane, është me nëse vezat kur janë datë dysh, janë dy hemisfere, hemisfera e qiellit, hemisfera e tokës, po ashtu vezat simbolizojnë jetën. Mendohet që kanë vdekun, po prej vesh përthen jeta. Si thonë shpeshherë njerëzit çka bajnë, mendojnë se duhet me vrapua prej djepit deri te vorri. Po nuk është vorri fjala e fundit, nuk ka vorri
e keqja, vdekja, nuk e ka fjalën fundit, e ka jetja. Krishti është gjallë. Edhe është gjallë për neve, edhe është gjallë për të tonë, edhe në të tjerë ka vetja. Po në duhet të pranojmë gjallën e ti, që në gjallët në jetën tonë, veprat tona. Simbolika e vezë. Dhe vezat janë gjyrosuna, gjyra ku që simbolizon dashurin, simbolizon gjakun, lurat që lurohet falas njerëzimit. Edhe është dhe më thonë, a simbolik. Po të vezat i keme që të shqiptarët në gjydhua artit, si mi në gjyros, mënyrat e gjyrosin, garojnë njerëzit me në gjyros, atë lozën në vezë, za kthejnë vezat, e shumë mënyrat tjera që kemi dari vezëve. Ta që kemë këtu, krenë. Të shqiptarë të malësis pak është e njoftën kreni. Kreni është një bimë, kështu duket gjithë i krenit, a e të rajt e krenit, janë të mira, njërën anë ata që kanë problem me migrene, me qanë, me i pasrua zgravrat e hunze, e daljen e të ljotë, i shkrinë edhe gurt e ndeshkave, prej krenit, kur e ha mishin të bëjmë me krem, e simbolizon gozhdat që Krishti janë kryequa kryq, e gozhdat e kryqit, dhe më thanë. Edhe e përdorin, dhe më thanë, botën e përëndimit, bukur shumë krenin, edhe në nuk kanë që përdorin, edhe këtu nuk e njohin, dhe më thanë, kjo është a e kreni. Kemi tjetrin, i bim, që të në nuk e dalojnë shumë, kësa i thomë pelim. Jo pelim si ta që jetoj me malazes, nuk e din me dalua pelimin e medren, ose shërbelen, dhe një shërbelja, malësor thonë medre, po kur do me i thonë slavisht, i thonë pelim, po nuk është pelimi e këta. Ashtë dërbind matë tilua në botë, e cilë prej se mu që regulua, mu shërua prej 40 ose 20 smudjet e lojdojshme, është dhe më të ilta, edhe legendat të tregon se Maria, so e bekume, kur në ke panën kryqit, që i kanë ra ato lotë në tokë, ka bëjnë pelimi. Edhe është gjithmonë përdoret edhe pelimi, simbolizonet gjane e iltë. Ma të iltë në gjanë, po është edhe si bim ilaçe shëruse. Tash në ka met paka shumë, vetëm meshin këtë paka shumë janë këto elementet të cilët i përdorim gjatë bekimit. Jo ambëlsirat e këto si bota e sotë në i vjen kekset e ambëlsirat gatshëm. Po këto janë elementet të cilët i përdorim dhe kisha edhe atë simbolika e tyne e bukur, ajo gjuhë e harrume e simbolit, është një libër e Rifromit, kjo gjuhë e harrume, e nuk i kuptojnë simboliken. Me ka që kisha me përfundua të gjithë ata që në kanë shqyqua e të gjithë krishtenve, pa marë parasysh, shqiptarve, ku janë këtu në diaspor, po dhe vllazët tonë shqiptarë që janë ortodoks, të tonë e këtë vjetë e kemi fesën së bashkut, se në karat njëjtën ditë, sepse kalendari janë përputh ashtu se të katolikë në gjithmonë diella e parë e pranverës me hanë plot. Kurse të ortodoks është pak ndryshe, duhet me qenë ajo festa Nizami, 14, e cilë të lidhët po ashtu me hanë plot, po të lidhët me ejten e male, jo me diellën, dhe kështu edhe kalendari Gregorian ose Julian, nuk janë njësoj, janë 13 ditë, në që se kemë me prit 3.000 vjetorin, kemë me qenë 21 ditë diferent. Të gjithë ju dëshoj, pashtë, tjetë, a e simboli i bashkimit, simboli i jetës, simboli i liris, simboli që dim me përquat miren në botën e sotme. Me shumë atë festa e pashë, e Zotë i uruaj këtë do të ini. Të ndoshi prej Podgoricës.
Mua në fund s'më mbetet tjetër, vetëm t'ju uroj të gjithëve shëndet dhe gëzuar Pashkët. Kalofshi sa më bukur me familjet tuaja, me të afërmit tuaj këto ditë feste. Gëzuar.